Larësi i gjenazeve. Të dashur miq, në një fshat dikun të ekzistonte një plak i cili i lante gjenazet. Nuk kishte dikush që e pagunte, nëse një familje jepte diçka, faleminderës, në qoftë se jo, e bënte ashtu. Por përfitonte për një pikë tjetër, prej teshave të gjenazeve. Nëse familja ishte dakord, teshat që gjenazja përpara se të vdiste i ka pasur të veshura, kia largonte ato që të lajë gjenazën, dhe familja ndoshta ja falte këto tesha. Nëse ishin pak më të vjetra, i lante, i drejtonte dhe i përdorte, nëse ishin pak më të reja, mundoheshte t'i hekuros, t'i ruaj dhe kështu me radhë. Kështu vazhdoi koha, jeta në katund. 3 shok dëshiruan që ta e provojnë larsin e gjenazeve, nëse me të vërtet i lanë gjenazet mirë. Vendosën që edhe pse nuk kemi vdekur, njëri prej neve do të shtrihet, do të bëhet si gjenaze, do të vishet mirë dhe të na laj ai zotëriu këtë djaloshin. Në fund do të ngritet, do të japim pak para, por do t'ja bëjmë me dije se vetëm kemi luajtur dhe kemi dashur që njërin prej neve ta lash. Ashtu edhe ndodhej. U vesh mirë, u drejtu, shkuan në pasditet të vonshme dhe e thirrën. Dhe i than: "O njeri, kemi një gjenaze dhe të lutem të vish ta lash dhe të pastrosh." Nuk shkoi disa minuta, plaku arriti. Dhe dolën të dy tjerët, kurse gjenazja, të cilën paramendonin se kishte vdekur, u shtrin në vendin e gjenazeve. Ja hoqi ato teshat e reja, ja largoi anësh dhe e nisi ta lajë gjenazën dhe e përfundoi. Në përfundim doli te djelmoshat jashtë duke i thonë: "Kur ka vdekur kjo gjenazës, për shkak se trupi i tij ende ishte i ngrohtë?" Thanë: "Jo, fare nuk ka vdekur, por ishim vetëm një lojë që dëshiruam që ta bëjmë me ty." Tha: "Djem, kujdesuni, gjenazja është e vdekur, pra njeriu është i vdekur." Hynën edhe njerë të kontrollojnë, me të vërtet, djaloshi ishte i vdekur. U habitën dhe filluan të qajnë dhe të piskatin, duke thonë se pasha Allahun ne kemi dashur vetëm të bëjmë një lojë dhe një mahi me ty. Por Allahu ka vendosur që në moment që ai u shtrinj atij, me të vërtet ja marr shpirtin. E Allahu thot në Kur'an, e njeriu nuk e din në cilën qosh të botës ka me vdekur. Dëshira jonë do të ishte që mos me bë mahi me punë të cilët nuk na ka hi. Një ditë të mbarë.